Është viti i 6 që organizojmë superheroj në pediatri. Këtë vit që shpeshini e kemi bo haloma madhështore, falë edhe për krasve krejt, tu e përfshi ministrin, drejtoreshën, bankën ekonomike. Këtë vit kemi edhe një befasi prej shkollës Mitrush Kutili në Matiqan. Aktivitetin e organizojmë bashkë me Care for Kosovo Kids, është viti i 6 dhe është bo aktivitet tradicional. Pe dini dhe qëllimi kryesor është me i gëzu sa ma shumë fëmijët. Për pas me i gëzu kemi mbledh fonde këtë vit, ka që shumë jemi mundu me përmes valës, përmes rrjetit tyne të dërgimit e SMS-ve e shumë qka tjetër. Në anën tjetër gjithashtu edhe kemi pas edhe prej Community Development Fund, Nermini, ku është Nermini, që ku e kemi Nerminin, falë Nerminit. Kështu që kemi shumë përkras, shumë sponsor. Gjithashtu edhe i kemë krejt vullnetar nalt dhe mas shumë të që kisha dosh me i falendru janë stafi mjekësor. Falenderit shumë partnerve të gjithve që tash e kanë bërë si një tip e përvitshme, një moment gëzimi për fëmijët në klinikën e pediatrisë. Dhe për këto, bashkë me klinikën e pediatrisë, natyrisht edhe ne jemi sot këtu për darë gëzimin që fëmijët e përjetojnë me superherojnë mrapa dhe për t'ju dëshiruar edhe shëndet mbi gjitha, por edhe fund vit të mbarë. Është kënaqësi me qenë sot këtu, unë jam shumë emocionume, po më duket vetja si fëmijë se të natë, se cili prej nesh është edhe një fëmijë që rinë mrenda. Për ndryshe, i falenderoj klubin Alpen, edhe superherojt, po për mu herojt më të mdhe janë këta fëmijë që përballën me probleme dhe luftojnë, e gjithashtu du me falenderu stafin mjekësor që ju rinë gati edhe janë fantastik. Ne si Fond për Zhvillim Komunitar e përkrahim këtë aktivitet kemi me bo me vite të tjera edhe në më tutje, në kuadër të projektit të drejtave të njeriut apo përkrahjes për të evituar probleme me shëndetin mental. Sot jam shumë e gëzume për këtë donacion që kemi bë, mendoj që për bankën ekonomike është donacioni ma fisnik që kemi mujt me bë, sepse sot do të mundomi të sillmi një buzëqeshje fëmijëve të cilët janë në shërim këtu në spitalin e pediatrisë, duke i uruar aty në shërim dhe të kthin sa më shpejt pranë familjeve të tyre. Sot do t'i argëtojmë aktivitetet të ndryshme dhe si dhe me dhuratat për ata që kemi menduar sot ju sjellim. Ta çdo vit, domethënë që 6 vite me radhë vini gëzojmë fëmijët për të treguar fëmijëve që fëmijët në spital nuk vinë vetëm të shpohen, të marrin injeksione, por këtu ndodhin edhe gjëra të mira dhe ju jep kuraj fëmijëve. Unë i falenderoj të gjithë vullnetarët, të gjithë ata kontribuesit që ju kanë bashkangjitur këtij misioni që çdo vit më shumë por pasurohet. Por mas shumë të dua t'i falenderoj fëmijët e vegjël të cilët çdo ditë na tregojnë dhe na vërtetojnë se si luftohet me guzim.